Me shkru këtë libër ka qenë që kam vujt prej ankthit shumë 19 vite. Njeri kur futet në një ankth, është si pasojë një diçka të keqe që ka lënë jetën e tij. Nëse je me ankth, nuk është gjithçka përfundimtare, nuk ka përfunduar gjithçka me ty. Cilat kanë qenë paragjykimet. E kam konsideruar në fakt veten si një të burgosur, ashtu e quaj. Kam pa një ndryshim te ti që ti nuk je ajo që ishe më parë? Me thotë, vendos me la burg pamure. Kisha frikë me folë me dikant se ato që pëndjejon, se unë kisha një farë lufte mrenda këto. Në mor 16 vjeçareve që e bën nën? Po, ka pas rast që më ka dorëzu krejt s'ko mujt asë në kam mu qu. Jam konë të hoxha, jam konë të psikologu, të psikiatri. Ti thuash, okej, 18 vite apo 19 vite, unë e besoj që nuk është edhe okej kjo pjesë. Se nëse pin kime vdek në gjomë ose diçka si ta jep atë frikën ai. Shambull bashkëshorti është një person shumë i rëndësishëm në jetën tuaj. Mas 2 vite namaz edhe mbulova. Me Allahu nuk janë, s'ki frikë, s'ki depresion, nuk i shqetësim. A ki frikë ndonjëherë që të rikthehet ankthja jo? Unë 19 vite e kalova dhe jo muni me kalu. Nuk e jetu në burg, po ka qenë një burg i vërtet për ty. Një burg i vërtet. Qelsin e burgut ju e keni dorë. Ju ftojmë që të bëni pjesë e këtij udhëtimi emocional çdo të shtunë nga ora 19, vetëm në kanalin tonë zyrtar në YouTube, Rrëfim Jete me Baki Zeqilin. Mirë mbrëma shikues të nderuar dhe mirë se po takohemi edhe në këtë javë në emisionin Rrëfim Jete. Edhe sonte do të jemi së bashku në këtë studio duke sjellur tek ju një rrëfim shumë të veçantë. Fillimisht deshta ta falenderoj edhe sponsorin ton, Luani Dent me 2 pikat e tyre në Podujev gjithashtu dhe në Prishtinë. Luani Dent ju mirëpret me një staf të mrekullueshëm dhe shumë profesional. E sonte në këtë studio do të bie një zonjë e cila do të rrëfem për jetën e saj. Për plot 19 vite, ankth dhe depresion kanë qenë shumë të vështira si pasoj, sepse janë munduar bashkëshortit dhe familjarit që ta ndihmojnë, ta trajtojnë, po ajo thet, në momentin që ti vendos të ndihmon vetës, ajo është ndihma më e madhe dhe falë Zotit, unë ja dola këtij ankthit dhe depresionit pas 19 vite. Pasi që doli nga ankthi, ajo vendosi që ta shkruante një libër, Burg pamure. Si pasaj, të gjitha rrëfimet e saj i ka shkruajtur në këtë libër. Gjithashtu ajo do të rrëfen se si u bënën në moshën 16 vjeçare dhe sa është paragjykuar kur ka vendosur të mbulohet. Me ne dhe me ju sonte Gjida Bytyqi, qëndroni me ne. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe në studion e emisionit Rrëfim Jete. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën, mirë se u gjeta. Sparit përgëzojmë për librin Burg pamure. Faleminderit. Një libër me një titull jashtëzakonisht të veçantë, me plot rrëfime. Na flisni pak a shumë për këtë libër, si u inspiruat për ta shkruar këtë libër? Unë, me të thonë drejtën, prej vëzhlisë mirëna me shkrime, kam shumë shkrime, kam poezi, kam tregime, por që më ka shty me shkru këtë libër ka qenë që kam vujt prej ankthit shumë 19 vite. Edhe kom dashur edhe me dhonë si një mesazh për tjerët se nëse je me ankth nuk është gjithçka përfundimtare, nuk ka përfunduar gjithçka me ty. Prej ankthit ngritesh më e fortë, edhe mëson gjithçka. Edhe andaj e kam titullu Burg pamure, se jo çdo burg kish mure. Unë e kam konsideruar në fakt veten si një të burgosur, ashtu e quaj, se kam qenë mbyllur në vetvete, jam shkput nga gjithçka, edhe andaj e kam vendos me la burg pamure. Çka do të thuash në këtë, domethënë te ke ndje veten të burgosne? Njeri kur futet në një ankth, është si pasojë një diçka të keqe që ka lënë jetën e tij. Po, ky ankth mu ka shfaqen moshë shumë të re, kisha thonë moshën 16 vjeçare. Kam qenë për herë të parë kur më kanë kap simptomat e para panika, se kam ditë atë çka po ndodh me mu, s'kisha njohuri për ankthin, për simptomat e tij, edhe kisha frikë me folë me dikant se ato që pëndjejon.
ata, përderisa ata nuk e vrejshin te unë, edhe unë thësha gjithë qka ku ka me mu okej, kurse unë e kisha një farë luftë mrenda këto, edhe tonë kohë nuk përballësha me to, luftojsha me to, po kërkush nuk e vrejke. Edhe kisha net pa gjume gjithë qka, po nuk mu isha mu shprej të kërkush, se shkaku i paragjykimeve, nuk më kuptoj ke kërkush, hajtë se e bove zvese, hajtë se t'kalon, edhe qështu ne kisha shumë problem. Po cila ka qenë pasoja që ti je fut në këtë ankth? Sipas mendimit tem, jo sipas seansa psikologjike, do të thotë sipas mendimit tem, unë e tham që është prej lindjes hershme. Unë mendoj ashtu të spaku. Do të thotë që në moshë shumë të re, në moshë 16 vjeçareve që e bën nën, Po. edhe pastaj në lindje, pas lindjes tu ka shfaq. 6 muaj pas lindjes mu ka shfaq, se kam lexu tani masanej që mund me të ndodhë kjo edhe e kam vërtetu që është prej lindjes hershme. A mendon që ndoshta një 16 vjeçare nuk mund të jetë një nën, edhe kjo është si pasojë e kësaj? Po, Apo e ke kuptu tani? tani e kam kuptu normal, po nuk isha agachme për fëmijë, nuk isha një ori që shme rrit një fëmijë, po ashtu jam mundu edhe mirë. Po pastaj kur fillove mi pa ndryshimet të vetja, i tregoje bashkëshortit për këtë ndryshim, apo të kuptoj bashkëshorti që ti në realitet nuk kishe qenë ashtu edhe po ndryshon diçka te ti? Her kam fol, po nuk është që e ka kuptu edhe ai çka po ndodh me mu. Jam mundu me fol me shoqëri, me rreth, me familjar, por nuk të kuptoj. Ato që e ndjen ti mrena, ato aja nuk spjegohet me fjalë, nuk ta kupton kërkush. Është problem. Cilat kanë qenë simptomat që ti e kuptove që tu ka shfaq një ankth? Pagjumësi e madhe, çrregullimi i oreksit, kisha dridhje trupi, më ndalë ke fryma vazhdimisht, kisha marramendje, vjella, humbje energjisë, zero. Ka pas rast që më ka dorëzu krejt, s'ko mujt as në kam mu qu. Herë më vike energjia, më vike forca, më vike vullneti. Edhe u pata shkput prej krejt aktivitete, prej punës, prej gjithë qka më do ke që gjithë qka ka marrë fund të unë. Nuk kisha vullnet, s'kisha shpresë, s'kisha energji për kur gjo. Po derisa ti ishe në këtë gjendje, familjarët e tua dhe familjarët e bashkëshortit e pa ishin një gjë shumë okej? E po ajo, edhe unë mendojsha që unë në fakt ata më kanë dërguar në për mjek edhe gjithçka, edhe thojshin stres edhe diçka hajt normale. Edhe ma bëjshin hajt se e bove zvesit kalon, hadi. Menojshin që mini hajt kalon edhe gjithçka në rregull. Ajo mund në fakt, ajo veç vazhdojke, sidomos paragjykimet, ato ma rritshin ma shumë. Cilat kanë qenë paragjykimet? Hajt se e bove zvese, pse e bove për kaq demelic kështu, e që si fjallë. Sepse ti nuk ishe në gjendje për asgjë. Absolut, s'isha në gjendje pa pik energjie që thojnë. Po komunikim me njerëzve, ke pas ndonjë person që ndoshta ti e ndje vetja kur ke komuniku me të? Jo, shumë rrallë. Ti ka kuptu për shembull 2-3 fjalë, tretën, jo. Do me thënë, tretën fjalë nuk të ka besu. Absolut. Po familja, prind, me qenë se ata vesh besoj që të ka njoftë edhe nuk e kam pa një ndryshim të ti që ti nuk je ajo që ishe më parë? Me thot drejtën, me nanën jo që kam fol për këtë pjesë, edhe nuk është që ka vrejti diçka, babi më ka vdek shumë më ti kur jam ka e vogël. Jam mundu me komuniku me motrat, më kanë dhënë një farë ngushëllimi, po jo, apet të kisha atë frikën mu shprej, kam në paragjyku. Po, cila ka qenë frika jote mu shprej? Qka ke desh, shambull nëse një person të kish kuptu tamam, qka ishe shprej me të, qka kishe pas nevoj me folë në atë person? Isha mundu m'ja tregu gjithë ato që unë pendjej për mrena, edhe pse është problem mu spjegu ajo me fjalë, po sa do pak me mu shprejt e aj, me gjithë një prejje, një ngushëllim,
po i kisha shumë problem. Gjatë Doja njoft karakterin gjithë secilit, e kisha problem u shpreh te. Po të paktën me bashkëshortin, derisa shembull bashkëshorti është një person shumë i rëndësishëm në jetën tuaj, të paktën ndoshta me bashkëshortin është dashur Po, një gjatë tillë edhe besoj që nga një herë edhe i shohin gjanat që nuk janë okay, po me kalimin e kohës çdo njeri ka një situatë jo të mirë në jetën e tij, po edhe ti thuash okay, 18 vite apo 19 vite, unë besoj që nuk është edhe okay kjo pjesë. jo me bashkëshortin kam fol, i kam tregu sa ka mujt ai me kuptu gjendjen teme, ka kuptu ka që unë për mjek, në për psikologa, në për psikiatre, qështu, po nuk është që ka ndiku diçka, edhe tash me thot drejten ta boj ke hajt si largoje vetë, se nuk është diçka e rrezikshme kjo, largoje vetë, mundohem me largu, me aktivitete, me diçka, edhe e largon. Gjatë kësaj kohe, je shku të ndonjë psikolog, të ndonjë hoxh, cila për çfarë e ndjeshe veten, apo nuk kishe vullnet me shku te askush? Vullnet s'kam pas heq, vetëm kanë qu. Jam kon te hoxha, jam kon te psikologu, te psikiatri. Ka pas një farë përmirësimi për kohë shumë, me një kohë shumë të shkuart, por prap ka vazhdu me vetën ankthi. Edhe se ndjeshe veten ti, për çfarë je? Për trajtim matutje? Po unë nuk e di që atash, ai mi qitë këdo barna, do mu qetësu për gjumë, kur gjumë, ato me thonë drejten, ma shumë a hopshin energjin, si isha në gjendje për kur gjumë, si isha aftë për kur gjumë. Po tani ndërprejsha, kisha frikë edhe mi pi, shumicën e rastev, se vetë ankthi të bën ashtu mundi, se nëse e pin ki me vdek në gjumë, ose diçka që ta jep atë frikën ai. Po mirë, tash. Po se erdhi momenti që ti thuash lam të mirë depresionit? Tani fillova me lexu shumë për ankthin, simptomat e tij, si shfaqet, pse vjen, edhe u vedisova me një fjalë. Edhe tani fillova edhe me ligjërata islame, dëgjoja shumë për shërimin e ankthit, depresionit, edhe u binda ndaj Zotit. Fillova me fol namazin, mu lehtësu ekstrem shumë, mas 2 vite namaz edhe mbulova, mu lehtësu shumë, edhe i thash lam të mirë, unë jam maj fort se ti edhe. Gjatë kohës që ti ke qenë depresion, do me thonë që tu ka shfaq depresioni, ti nuk ke qenë mbuluar? Jo, absolut. Edhe pastaj është kjo si lloj thirrje për mu mbulu edhe me të udhëzu Zoti më shumë? Po, është shumë e vërtet, se me Allahun nuk janë, s'ki frikë, s'ki depresion, nuk i shqetësim, kjo është shumë e vërtet. Po, nuk kam ditë, s'kam ditë me menaxhu, s'kam ditë që po ndodhë me mu, s'kisha njohuri për këtë ankthin çka është, edhe kam vujt këtë shumë. A mendonin këtë pjesë që falë mbulesës edhe udhëzimit, të leximit Kuranit edhe përgjithësi të fesë, ty të ka kalun depresioni? Po, është shumë e vërtet. Kam lexu shumë Kuran, kam vazhdu kurset Kuranit për mësim dhe lexim Kurani. Unë kam edhe, me thonë, licencën, që kam drejt me mësu dhe tjertë për lexim të Kuranit. Kam kry 2 vjetë kurs, edhe kjo është e gjitha që mund ka largu prej kësaj errësire të madhe që kam pas. Për kësaj lufte që kam luftu çdo ditë e çdo natë me ta. Edhe ashtu e kam qujtë që ka të burgos në liri dhe ka në liri të burgos. Kjo është thelbi gjitha asaj që kam dashur me thonë. E kuptoj, po pasi që dole nga depresionit, ti mendove me shkrujt një libër edhe gjithçka që ke kalue me qitë në letër edhe mos mu harru letë? Unë që këtë libër e kom përfundu që 9 vite e kam shkru. Unë vazhdimisht kam shkru. Unë e kam shkru edhe për vazhlis, po kështu e kam si hobby, më pëlqen shumë me shkru, edhe vazhdimisht çdo ndjenjë që kam përjetu unë e kam shkru.
qoftë ditën, qoftë natën, si jom një rahat, ndoshta ka pas edhe shumë përsëritje të fjalëve aty në fletore që kam shkruar para se me botu. Edhe asnjëherë s'ku menu me botu këtë libër, absolut. Po Pse? e kam po që kohëve të fundit jam të përcjell shumë që ka njerëz që vujnë prej ankthit, po i përcjellin në rrjetet sociale, edhe kam dosh m'ia dhënë si mesazh, se po shoh shumë po bojnë pyetje, edhe kam dosh m'ia dhënë si mesazh që unë në 19 vite e kalova dhe ju mundi me kalu. Edhe me ankth nuk vdes, me ankth nuk përfundon gjithçka, me ankth ngritesh shumë më fort. A ki frikë ndonjëherë që të rikthehet ankthja jo? Apo ke fitu vetbesimin edhe... Kam vetbesimin, jo që s'm shko mendja ka njëherë, më kujtohen ato momente kur kisha ngulfatje ekstreme, po jo. Ma nuk mundet njëherë më ka mashtru mos mund. E kuptoj. Po pse po thue nuk kam desht edhe për me botu libër, derisa i ke shkru shkrimet prap i ke pas ato pikpyqet se si pe presi njerëzit, si po të paragjykojnë. Po, gjithmonë këto, po hapin kryesor që më ka shty me botu, ka qenë vajza hallës time, Hava Alshani, edhe ajo është botuse e librave, edhe motra jeme në Gjermani, Elfetja, këto ma shumë kanë shty për me botu librin, se unë veç kam shkru, kam laqit në dollap edhe kur qa. Librin tani veç e kem këtu në studio, na flisni pak a shumë çfarë tema shkon këtë libër? Edhe këto tema krejt kanë të bëjnë me jetën tonë. Po krejt këto janë, ka këto edhe prej fëmirisë, kam shkruar diçka edhe për babin kur më ka vdek, kam shkruar diçka edhe për nanën, kam ma shumë edhe për jetën teme ka ma shumë, për ankthin, qysh jam dje, sa kam vujt, qysh kam arrit më ngrit në kam, edhe shumë flet. Ky libër i thënë para gjykimet, edhe shumë po më pyesin pse burg pamure, s'ka burg pamure, çka do me thonë kjo burg pamure? Ka burg pamure, lexo nëse ka. Edhe burgu më i vështirë, më i rand, është ai që e krijon vetvetes. Fiks është kjo që pe thu ti, Shumë. burg pamure, realisht nuk ke jetu në burg, po ka qenë një burg i vërtet për ty. Një burg i vërtet. A mendon që njeriu më së pari që edhe populli e the, ti dosh mi ndihmu vetës, askush nuk mundet me ndihmu pa i ndihmu ti vetës. Absolut, Kanë kaluar 18 vite apo 19 vite, edhe ti ke qenë në atë gjendje, edhe nuk ka mujt askush me ndihmu. Derisa ti e ke marrë forcën edhe guximin që thuash lam të mirë të gjithave dhe je rikthy sërisht jetës reale, edhe ke marrë shumë forcë, ke shkruajt një libër edhe sot je në emision. Kështu që është shumë një sukses i madh i jote, edhe një vetbesim, edhe besoj që këtë vetbesim çdo herë ta kish në jetën tonë, sepse çdo kush ka kritika për çdo kënd, po nëse ti ke botu këtë libër edhe është me rrëfimet tua edhe del haptas i thu të gjitha këto rrëfime edhe përjetime, mos harro se ky rrëfimi jote i ndihmon shumë njerëzit. Se ka shumë njerëzit që janë në këtë gjendje edhe kur e ndëgjojnë intervistën thonë edhe unë mund të jem kështu. Po derisa nuk del një person edhe me tregu gjithçka që i ka kalu, se ne jemi pak sa popull para gjykus, nëse ne bim depresion apo kalojmë një diçka të keqe, ne kemi edhe frikë me thonë, po duhet me thonë sepse ka shumë njerëz që janë në këtë gjendje, nuk a ke mendu që ti kur ke qenë atë gjendje që ti ke qenë e vetmja me atë gjendje? Po, kam luftu e vetme, edhe nuk kam besu që kanë me më shkru ka të shumë njerëz për këtë libër. Njerëz e kanë gjetë vetën. E kom gjetë vetën, ku me përësit, kam pas aq shumë SMS-a, sa që nuk kam besu. S'kam besu që kam me pas ka të shumë të ky libër jem. Absolut. Këtë ankth që e ke kalu, këtë depresion, ta quaj, mendoni se ka qenë edhe një fëmiri e jotja e mirë, se ndoshta gjithçka njeri që kalon një jetë, tek ma vonë i shfaqen gjitha ato. Si çka mendoni si pasojë e çkafit, martesës të hershme apo një fëmiri jo e mirë? Nuk isha thonë të martesës hershme, se ka
plot që janë martu shumë herët, janë Po. në rregull, Derisa nuk kam problem me Po. jetën, janë shumë o mirë. zgjedhje. Se unë i kam edhe motrat janë të martu me herët, po janë shumë mirë. Po. Nuk i kisha lënë fajtore martesën e hershme, por fëmirin jom rritë si jetime, me të thënë drejtën, jena rritë vllazën motra kogja kallabllak, nana që shtu na ka rritë, nuk është që nuk kemë pas, që me thonë, sfida e sen, e kem pas e obligime, na si fëmijë të vogël jem obligu me shumë punë, jem ngarku me shumë punë, edhe ndoshta edhe ajo mundet me qenë. Edhe pse unë e kam lënë fajtore në fakt, lindjen e hershme, por mundet me qenë edhe kjo. Mungesa e babait moshë të hershme dhe Është shumë e rëndë, ajo shumë e është vështirë. normal një sfidë. Po, përderisa e kam pa dhe derisa dergje në shtrat, kur ka vdek, edhe gjithçka ajo normal që mbetet me memorien e fëmisë. Cila ka qenë mosha jote kur babai ndroi jetë? 8 vjeç që kam qenë. Do me thonë veç e mon men. Po, 8 vjeç që kam qenë. Në një intervist ke thonë se jam duke bë edhe një alfabet sekret. Çka do të thuash me këtë? Po, kam fillu me bën një alfabet sekret, prej atij alfabeti do ta bëj një ditar sekret, edhe nuk isha dosh shumë me fol për këtë pjesë derisa ta përfundoj, por nga ky alfabet sekret jam inspiruar nga një ish i burgosur, Ibrahim Berisha. Ka qenë në studion tonë. Po, e kam përcjell te jo, edhe më ka pëlqyer atë shumë, ma ka dhënë si ide, jam inspiru, pse mos me bë edhe në një jashtë. Kur thua alfabet sekret, është një diçka që vetëm te kupton? Vetëm unë e kuptoj. Pse do ta bësh këto? Prap do të rikthehesh me disa gjëra që t'jenë mbyllne vetëm për ty? Po. Nuk ki frikë që do të rikthehesh depresionit, derisa e mendon prap disa gjëra mu shkru, mu thonë, apo ndoshta kishte qenë ma mirë, mi harru disa gjëra të këqija dhe me vazhdu tutje. Ti edhe pse reflekton, ato nuk harrohen, po edhe kur i qet në fletore, se unë nga pamundësia mu shprej medikan, unë i kam qitë në fletore, këtë shkrimet, ato që jam ndje që s'ka mujt mja thot dikuj, i kam qitë në fletore, derisa gjeta udhëzimin, atëherë i shpresha namaz, edhe atë alfabetin sekret, ato veç unë e kuptoj, ditarin ku ta bëj, ato se kuptoj kërkush. Edhe e ku marrë si inspirim prej ati, më ka pëlqy shumë, si ide e mirë, pse mos me bë edhe një, më pëlqej. Po na intereson, nesër kur ta përfundosh alfabetin sekret, në qoftë se kërkon bashkëshorti juaj me ditë çfarë ke shkruar, a do t'ja thuash? Po, gjithsesi. Pse mos m'ja thonë, ja them. Përderisa une prej moshës 15 vjeçare kum jetu me ta, pse mos m'ja thonë, pse mos m'e ditë, ja them. Po derisa nuk ke përjetu diçka të keqe me ta dhe me familjen që jeton, Po. është normale. Depresioni, do me thënë, ka shumë persona që janë në një gjendje të tillë, po shpresojmë që të gjithë ta kalojnë këtë gjë, sepse është edhe kaluese me trajtimin e saj. Po kthehem pak te mbulesa. Mbulesa është një diçka që të ka nxjerrë prej depresionit, edhe fal namazit edhe leximit të Kuranit, ti sot je shumë okej edhe ke botu librën. Po në këtë pjesë ne të shohim që përveç shkrimeve ju edhe punoni. Të ka penalizu mbulesa apo jo, sepse ka shumë raste që thojnë nuk mbulohem për shkak se nuk u marrim punë apo kam probleme mu fut dikun në punë, mu paragjykojnë. Sa je paragjykuar ti në këtë pjesë? Jo, absolut. E kanë prit shumë mirë, punoj, veproj, nuk e kam problem si krejt tjerët. Nuk është diskutim mbulesa? Absolut. Mbulesa nuk është diskutim, as nuk ka pengesë për gjithçka. Për kur gjë. Përveç shkrimeve, me çfarë merresh ti? Edhe punon, edhe merresh me ndonjë aktivitet tjetër? Mirë, ka pak me sport, qështu, jo rregullisht, po më Her pas pëlqen. her. E kam si hobi, pëlqen. Sa po ki kohë me nda edhe me familje, edhe me shkrime, edhe me punë, me qenë se koha është shumë me rëndësi sot? Sot kohën pe kem shumë të ngarkume, po gjej ka pak kohë për Për të gjithë nga pak. Për të gjithë nga pak.
sa mos milionash. Përveç alfabetit sekret që the, cilat janë planet, do të vazhdosh me shkrime me ndonjë libër tjetër? Po, unë kam shumë poezi të shkrume, sidomos poezi kam shumë prej vogëlis. Kam kam menu, jo kam vendos, mi botu, po nuk e di edhe të ardhmen. Kam edhe një libër tjetër, sa që për herë të parë pja tham emrin të ti, se nuk kam dosh me bë publike, do mendoj me botu në të ardhmen, quhet Unë dhe ti që s'u bëm ne. Është një libër diçka rrethëm dashurie, ç'është diçka s'kam dosh me përmend, po Faleminderit shumë, po ku pe gjen këta titujt, janë ideja tua apo në konsultim me dikë? Jo, kjo është, jo, absolut, këto i gjoj unë vetë. Këti librit, Burg Pamure, 8 herë kom dru titullin. Sa bësha burgu i vetë, sa në burgun e mendje, sa kështu, dikur vendosa Burg Pamure. Edhe këtë titullin e kom gjetë vetë këti libri tjerë, Unë dhe ti që s'u bëm ne. Kjo është letërsi imagjinare, nuk është diçka që më ka ndodhur se asi, po më duket që është ka me dal një libër shumë i mirë, edhe kismet në të ardhmen do me botu. Gjitha ne të dëshirojmë shumë suksese, edhe unë vjen shumë mirë me gjithë ato që tregove që ke kalu jetën tone, edhe falë gjithë atyre që ke kalu edhe sot je në këtë studio, për t'i treguar të gjitha tamam rrëfime, edhe të gjitha këto rrëfime që ke shkruajtur në këtë libër Burg Pamure. Shpresojmë që edhe në librin e ardhshëm do të kem këtu në studio për t'i komentuar të gjitha këto rrëfime të cilat vazhdimisht i shkruan, dhe shpresojmë që asnjëherë ankthën vetëm ta dëgjosh si temë, edhe personave të cilët janë me ankth, shpresoj që ndoshta të paktën do ta gjesh kohën që me komuniku, sepse ti ke kalu vetë një sfidë të jetë, edhe gjithë kohën e thu kisha nevojë për dikon me fol, edhe nuk e gjeja personin e duhur. E në këto raste është shumë e rëndësishme kur dikush është në gjendje të tillë dhe me gjetë një komunikim ta munduar që thojmë me të lexuar mes rreshtave. Shumë po më shkruajnë, them drejtën, edhe deri në orët e vonë apo rritu javë kthy. Unë kam qenë çështo, mos ki frikë, o kupi din, po unë kom përjetu. Se për gjejnë vetën, aty e komunikimi jam piletëson shumë. Nuk po ka mundësi krejtve m'jo kthy. Ata që janë të më po, nuk ka mundësi krejtve m'jo kthy. Se kam shumë SMS-a që po më shkruajnë. Që që ke kalu, anikni, jam këtë gjendje. Edhe mesazhi jam i fundit për gjithë ata kishë qenë që Qelsin e burgut ju e keni ndorë. Qene, unë s'kam ditë me gjetë, deri sa kam gjetë Qelsin. Po, këtë Qels për fund, këtë Qels të burgut, a është mundësia që edhe dikush tjetër me gjetë, apo vetë personi? Jo, vetë personi. Tjetër kush nuk mundet me ta gjetë Qelsin, as nuk mundet me të liru për burgut. Ti duhesh me liru vetë. Ti duhesh me marrë hapin e parë për me liru. As kush nuk mundet, absolut. Nëse ti nuk e merr hapin e parë, mu liru, nuk ka kush që të liron. Ton jetën ki menet i burgost. Gjida, ishte kënaqësi që të kisha në emisionin Rrëfim Jete, edhe shpresoj që emisionet e radhës do të flasin vetëm për sukseset, edhe ankthi mos qetë pjesë e bisedës tonë. Kështu që shqyqur Zote që je në këtë gjendje. Shpresoj herën tjetër me ditarin sekret, me librin tjetër, do të na japësh fjalën që promovimin do ta bësh këtu. Kismet. Faleminderit shumë. Faleminderit.